Arsyeja pse disa njerëz të xhelozojnë ty është sepse ata shikojnë diçka te ti që nuk e shikojnë dot te vetja e tyre. Jo sepse nuk e kanë, jo sepse nuk munden me e pas, por sepse mendojnë që është e pamundur për ta. Dhe çfarë bëjnë në këtë rast? E urrejnë te ti. Ti ndoshta je bukur, ti ndoshta je lumtur, ti ndoshta ke partnerin ideal, ti ndoshta ke një familje të shëndetshme, ti ndoshta je suksesshme, ti ndoshta e shitit botën, ti ndoshta je e pasur. Dhe këta njerëz janë kaq verbum sa që në vend që ta shikojnë gjithçka si inspirim, si frymëzim, që po, nëse ajo e ka, edhe unë mundem me pas. Po, nëse ai e ka arrit, edhe unë mundem me arrit. Këta njerëz fokusohen vetëm te ajo pjesa që pse ai e ka edhe unë nuk e kam, ose nëse ai e ka unë nuk mundem me pas. Gjithë energjinë e tyre, gjithë fokusin e tyre e nxjerrin jashtë vetes vet, edhe e dërgojnë tek tjetri. Në vend që ta përdorin këtë energji për me ndërtu ëndrat e veta, për me realizu ëndrat e veta. Dhe sot në këtë video do ju ndihmoj, do ju tregoj se si mundesh me e bën këta, si mundesh me e përdor xhelozin në benefitin tan, sepse po, ti mundesh me e përdor xhelozin në benefitin tan, por përpara se të hyjmë në temë, më lëni të prezantohem. Unë jam Silva Pietri dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Në këtë kanal flas për tema të ndryshme zhvillimit personal, për tema që realisht e kanë prek jetën time, edhe mundohem me i ndoktu me ju edhe me ju ndihmu sa të pak edhe juve, që dhe ju të përmirësoni ndoshta një sferë jetës tuaj ose diçka që dëshironi me përmirësu në jetën tuaj. Dhe sot vendosa të flas për xhelozin. Çfarë është në thelb xhelozia? Kush janë njerëzit xheloz dhe si mund ta përdorëm ne xhelozinë në benefitin ton? Spari më leo t'ju them që xhelozia njerëz nuk është diçka e keqe. Si nuk na qen nga Silv xhelozia diçka e keqe. Jo, perceptimi që ke ti për xhelozin e bën ata negative, e bën ata të keqe, sepse xhelozia në thelb është një emocion siç janë gjithë të tjerët, por në këtë rast është një emocion mungese. Ti ndjen mungesë. Kur ti xhelozon, ti ndjen një mungesë brenda vetes tone. Kur ti shikon diçka te dikush tjetër që ti e dëshiron jetën tënde, dhe automatikisht kjo vibron te ti mungesë dhe mund të konceptohet si xhelozi. Njerëzit xheloz nuk janë njerëz këqij, janë njerëz që janë shkëput nga vetja e tyre, që janë shkëput nga potenciali i tyre, që nuk e dinë çfarë duan jetën e tyre. Njerëzit xheloz kanë ëndra, por nuk arrin kurrë me i ndjek. Njerëzit xheloz kanë potencial, por frika nuk i lejon kurrë me guxu. Njerëzit xheloz e shikojnë suksesin e tjetrit si kërcënim dhe jo si frymëzim. Njerëzit xheloz janë njerëz që nuk kanë identitet. Nuk e njohin veten e tyre, nuk e njohin potencialin e tyre, nuk i dinë qëllimet e tyre. Dhe automatikisht kjo i ban me u shkëput nga vetja e tyre dhe me e dërgu gjithë fokusin e tyre jashtë te tjerët. Xhelozia është një simptom që ti nuk e njeh vlerën tonë mjaftueshëm. Xhelozia është një simptom e pamjaftueshmërisë, ku ti mendon që nuk i meriton disa gjëra, ku ti mendon që të tjerët janë ma të aftë, tjerët janë ma të zgjuar, tjerët munden e ti nuk mundesh, sepse ti thellë brenda vetes tone mendon që je i pamjaftueshëm për me i pas, për me i arrit. Xhelozia është një simptom e dembelizmit brenda teje, kur ti nuk po bën asgjë ndryshe në jetën tënde, kur ti nuk po rritesh, nuk po zhvillohesh, nuk po provon gjëra të reja. Dhe automatikisht kur ti e shikon dikë që po i bën gjitha këto, po rritet, po zhvillohet, po provon gjëra të reja, ka sukses, ka lumturi, ka dashuri, ka pasuri, kjo e prek një plagë të brendshme brenda teje. Dhe një zë brenda teje thotë që unë nuk po jetoj jetën që unë e du. Jetën që unë e du e ka dikush tjetër. Sepse një person që është i zënë duke punu me veten e vet, duke u rrit, duke u zhvillu, duke shku drejt qëllimeve që ja ka vendos vetes, ai nuk ka kohë me xhelozu për ty. Një person që është i zënë me qëllimet e veta, nuk ka kohë me xhelozu ndoshta për postimet e tua, për rrobat e tua, për partnerin tan, për makinën tane, për pasurinë tane. Pse? Sepse është i zënë duke punu për me i ndërtu, për me i arrit edhe ai në jetën e vet. Por disa njerëz e kanë shumë ma thjesht me xhelozu. Por unë nuk jam këtu për ata njerëz, jam këtu për ty që dëshiron me ndryshu perceptimin tan për xhelozin, sepse po, ti mundesh me ndryshu perceptimin tan për xhelozin. Ti mundesh me ndryshu duke e zëvendësu emocionin e xhelozisë me një emocion tjetër, që të ndihmon ty me arrit gjitha dëshirat e tua që ti ndoshta aktualisht
po i shikon të dikush tjetër. Sepse në thelb xhelozia çfarë është? Xhelozia është një emocion mungese, kur ti shikon të dikush tjetër, diçka që ti e dëshiron në jetën tënde. Sepse ti nuk mundesh me qenë xheloz për diçka që ti nuk e dëshiron në jetën tënde. Unë nuk mundem me qenë xheloz për dikën që jeton në një vend shumë ftoftë, ku diun Norvegji, që jeton në akull e në borë. Sepse mu më pëlqejnë vendet e grohta, vendet me diell. Unë nuk mundem me qenë xheloze për shembull, ku diun, me jetu në Dubai. Okej? Shiko, nuk kam qenë ndonjëherë në Dubai, përpozë si shembull, sepse ndoshta filloni e thoni tani s'pëlqej aty me jetu në Dubai. No, thjesht e zona si shembull, sepse ka njerëz që nuk i pëlqen me jetu në Dubai, okay? I pëlqen me jetu në një vend tjetër. Pra, nuk mund të jesh xheloz për diçka që ti nuk e dëshiron jetën tënde. Ti je xheloz për diçka që ti e dëshiron në jetën tënde. Sot për këtë temë jam frymëzuar nga grupi jam i mëngjesit, nga vajzat e mia të mëngjesit. Këtë javë i kishim në thelb temën e emocioneve, se çfarë janë emocionet, çfarë duan me na tregu emocionet tona, sepse njerëz çdo emocion është mesazh për neve, don me na tregu diçka. Edhe një ndër këta emocione ishte edhe xhelozia, që e ceka pak me vajzat, po mendova ta bëj një video më gjatë që edhe ju ta shikoni që nuk jeni pjesë e grupit, por gjithashtu edhe vajzat e mia. Për gjithë ju që nuk e dini, unë kam një grup mëngjesi vetëm për vajza, ku në thelb të programit është disiplina, është, domethënë, e kam ndërtuar një program që na ndihmon me ndërtu disiplinën e ne, dhe pjesë të programit janë tema të ndryshme zhvillimit personal. Jemi çdo ditë ora 6 e mëngjesit, ora 6 e mëngjesit, sepse mendoj që orën e parë të mëngjesit ne duhet me fillu me veten tonë, me zhvillimin tonë dhe me punën me veten, edhe një orë ne ja kushtojmë vetes tonë, kemi 20 minuta zhvillim personal, tema të ndryshme zhvillimit personal, siç është kjo sotshmja, ose tema për vetbesimin, për qëllimet, për frikrat, për negativitetin, për shumë tema zhvillimit personal, dhe 20 minuta tjera i kemi kërcim dhe teknika rritjes energjisë, dhe 20 minuta tjera i kemi meditim, qëndrim në qetësi. Jemi çdo ditë live në aplikacionin Zoom. 3 herë në javë jam unë me zhvillim personal dhe 3 herë në javë kam një vajzë mrekullueshme që bashkëpunon me mua, Kristinën, e cila na bën një orë aktivitet fizik në mëngjes, pra jemi çdo ditë aktive nga hëna në shtune për një herë në ditë. Domethënë për një herë në ditë, për gjithë ata që duan me marr për më shumë muaj, domethënë për 3 muaj, për 6 muaj, se për një vit sigurisht e marrin më lirë se për një herë në ditë. Kështu që nëse do më bë pjesë e grupit tëm të mëngjesit, mirëpres mundesh më dërgoj një mesazh në rrjetet e mia sociale. Shiko, ne njerëzit e kemi etiketuar xhelozin si diçka negative, por në thelb emocioni i xhelozisë është një sinjal që don me tregu diçka. Xhelozia nuk është armik, është një mesazh për ty, e ka një mesazh për ty. Dhe kur unë kam vendos me e pa xhelozin si një mesazh, gjithçka ka filluar me ndryshu për mua. Sepse njerëz në fundit secili prej nesh, një herë vetëm në jetë jemi ndje xheloz për diçka. Kemi ndje mungesë për diçka apo për dikë. Por mënyra si do ta shpjegoj sot xhelozin ka me ta ndryshu krejt perceptimin tanë për xhelozin. Gjithmonë që se ti zgjedh me e përdor. Dëgjoj me vëmendje këtë që do them tani. Kur ti e shikon të dikush tjetër, diçka që e ke dash gjithmonë jetën tënde, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër, diçka që e ke dash gjithmonë jetën tënde, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër shtëpinë që ke dash gjithmonë, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër punën, suksesin që ke dash gjithmonë, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër partnerin që ke dash gjithmonë, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër lumturinë, dashurinë që gjithmonë e ke dash në jetën tënde, gëzohu për ta. Kur ti e shikon të dikush tjetër gjithçka që ke dash në jetën tënde, gëzohu akoma më shumë për ta, uroja akoma më shumë, sepse njerëz një jo ndjenja që ti përjeton në atë moment në trupin tanë, a gëzimi që ti ndjen, trupi jot, truri jot, nuk mundet me e bën dallimin, nëse ti jetu gëzu për veti, apo jetu gëzu për dikën tjetër. Ai e përjeton sikur është duke u gëzu për vete, dhe kjo ka me të ndihmu me manifestu, me tërheq akoma më shpejt në jetën tënde. Sepse njeri kur ti gëzohesh për tjetrin, ti hin në energjinë e bullekut. Ti del nga energjia mungese, sepse xhelozia është energji mungese, e gëzimi është energji bulleku. Në energjinë e bullekut ti e kupton që ka mjaft për gjithë. Ti e kupton që kjo është një shenjë nga Zoti që edhe ti mundesh me pas gjitha ato gjëra që ti shikon te dikush tjetër. Sepse përdërsa dikush e ka jetën që ti dëshiron, edhe ti mundesh me pas, edhe ti mundesh me arrit. Prandaj këtu xhelozia është një mesazh që po don me tregu ti që edhe ti mundesh me i pas gjitha ato gjëra që ti i shikon te dikush tjetër. Prandaj
Mesazhi i këtij video është që ti ta shndrosh emocionin e xhelozisë në emocion gëzimi, sepse emocioni i gëzimit është emocioni më i fuqishëm që mundesh me ndje. Prandaj njeri gëzohu për gëzimin e tjetrit, gëzohu për buzëqeshjen e tjetrit, gëzohu për dashurinë e tjetrit, gëzohu për lumturinë e tjetrit, sepse vetëm kështu kemi tërheq akoma më shpejt në jetën tonë. Dhe kësaj video këtu erdhi fundi, ju përshëndes shumë edhe shikojmë në videon e radhës. Mos harro të bësh një subscribe sepse më ndihmon shumë të rritem në kanalin tim.